Të dielën në program janë ndeshjet e Xhiros së 28 në Ligën e 2 të futbollit të Maqedonisë së Veriut, ku në program janë disa duele mjaft të rëndësishme, sidomos për ekipet që pretendojnë të mbeten në 3 pozitat e para që sigurojnë kualifikim në elitën, gjithsesi sigurojnë balotazhin. Ndeshja kryesore kësaj jave do të zhvillohet në Shtip mes liderit Bregalnica dhe Shkëndijës së Haraçinës. Trajneri Berat Imeri thotë se atmosfera në grup është shumë pozitive. Në Shtip pret edhe mbështetjen e tifozëve Haraçinas. Atmosfera është mjaft pozitive, mendoj se kemi mbështetjen e gjithë klubit, gjithë kryesisë klubit, gjithë tifozëve. Mendoj se presim një numër të madh tifozëve nga Haraçina që do vinë na përkrahajnë në këtë ndeshje, edhe pse është ndeshje derbi, ne jemi të përgatitur maksimalisht, e vlerësojmë e respektojmë kundërshtarin, por ne atje do shkojmë për fitore. Teksa kanë mbetur edhe 3 xhiro deri në përfundim të kampionatit, duke parë pozitën e tabelës, ndeshja kundër Bregalnicës mund të cilësohet si derbi sezonit. Kjo do të thotë se Haraçinasit me plot vetbesim udhtojnë në Shtip. Ne kemi përgatit ndeshjen për ta fituar. Tani do shohim se ditë se si do rrjedhë ndeshja. Unë kam shumë besim te ekipi, duhet të japim maksimumin, do të ndeshje shumë e vështirë për arsye se Bregalnica është klub me përvojë në vendin tonë, por kjo nuk do të thotë që ne atje do shkojmë për barazim, ne do shkojmë për të fituar dhe kam besim shumë te futbollistët e mi që do ja dalin. Një ndeshje tjetër mjaft interesante zhvillohet në Tetov mes 2 rivalëve të vjetër, Teteksi kundër Skopjes. Ekipi i Ohrit është një koqire ekipit të fundit, Golem Konjare, dhe nuk pritet ndonjë befasi te ekipi. Të gjitha ndeshjet e javës së 28 në program janë të dielën me fillim në ora 16, ku takohen Teteksi Skopje, Ohri Golem Konjari, Prespa Dedonit Plaçkovica, Kamenica Sasa Sloga Vinic, Novaci Belacica, Bregalnica Shkëndija Haraçinës, Vardari Negotin Osogovo dhe Kozhufi Pobeda.